Përfaqësuesi të lëvizjes Vetëvendosja, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe të Nismës për Kosovën në Ferizaj ftuan qytetarët në protestën e 17 shkurtit, përmes së cilës do të kundërshtohet marrëveshja për asociacionin e komunave serbe dhe demarkacioni i kufirit me Malin e Zi. Kryetari i AAK-s në Ferizaj, Xhavid Zariqi, tha se për shkak të papërgjegjshmërisë së qeverisë, në vend që të festojmë, detyrohemi të protestojmë. Prandaj nisëm nga kjo. Përkundër që 17 shkurti është dita e pavarësisë dhe ne do të donim që gjithë qytetarët e Republikës të festonin me rastin e pavarësisë së Kosovës, përkundër kësaj papërgjegjësitë e të gjitha qeverive deri tanishme, e sidomos të qeverisë së sotme, na detyron që në vend që të festojmë ne duhet të protestojmë. Protestojmë për shkarkimin ose shkurin e kësaj qeverie në shtëpi, dhe protestojmë që të pengohen ose të mos realizohen marrëveshjet e dëmshme. Ndërkaq, koordinatori i lëvizjes Vetëvendosja në Ferizaj, Emrush Xhemajli, tha se qytetarët e Kosovës nuk kanë për çka të festojnë në këtë 8 vjetor të pavarësisë, përveç nëse festojmë humbjet e qeverisë. Xhemajli shtoi se protesta e 17 shkurtit do të jetë paqësore. FSK-ja nuk është voshtri, nuk ka qysh festohet, një diçka që i somrin. Liberalizimi vizave nuk është bërë, hyrja në UNESCO nuk është bon, s'ka që shënohet, nuk është mërinj. Me shka duhet me festu qeveria Republikës Kosovës 8 vjetorin, përkatësisht vitin kalendarik pej 7 vjetori deri në 8 vjetor, bashkë me Kurgjeviq. Vetëm nëse menon me festu se o mësu këta fqinë tonë, qeveria e Serbisë zakonisht, këta i festojnë humbje. Ato prallat për dhunë në t'javë të regojnë fëmijëve, ndërka që na e dim se protestat që është të i bo opozita, janë protesta plotësisht njëjta me gjitha protestat që i bonë sot në Evropën perëndimore. E kryetari i Nismës për Kosovën në Ferizaj, Valon Ramadani, tha se nga takimet e shumta që kanë pasur me qytetar, vërehet interesimi i madh i tyre, duke përfshirë edhe shoqërinë civile. Ne të bëjmë thirrje për të qytetarët Ferizajas pa dallime partioke, që në protestën e organizuar me 17 shkurt të marrin pjesë pra masivisht. Protestat e kaluara e kemi pa disa shoqëri civile të cilat ju kanë bashkangjitë protestës, sot sigurisht e keni pa dhe ju sindikata e bëjqve që ju kanë bashku protestës së 17 shkurtit, pritet në ditët vijim sot dhe nesër që bashkohen edhe shoqëri tjera civile. Dhuna e shfaqur në protestën e fundit më 9 janar, sipas Xhavit Zariqit, ka qenë përgatitur dhe orkestruar nga vetë qeveria dhe jo nga opozita. Këto subjekte njoftuan se për qytetarët Ferizajas, të cilët dëshirojnë të bashkohen kësaj proteste, kanë aranjuar autobus dhe nisja do të bëhet nga ora 12 nga sheshi para komunës.